Përshëndetje të dashur miq. Unë sot do pastroj këtë freskuse. Siç e dini, freskuset janë me korrent dhe të gjitha mjetet që janë me korrent për mendimin tim nuk është mirë që të përdorim ujë të rrjedhshëm për pastrimin e tyre. Dhe unë tani do t'ju tregoj mënyrën se si e pastroj freskusen. Siç e shikoni, freskusja është e ndarë në 2 pjesë. Dhe këto 2 pjesët janë të bashkuara nëpërmjet këtyre pjesëve të vogla të hekurit. Tani për ta pastruar, unë do bëj shkputjen e 2 pjesëve të freskuses. Do t'i hapi këto të gjitha pjesët dhe do filloj pastrimin e freskuses. Unë siç e shikoni jam me një dorë dhe nuk mundem që ta shkpusi, po do ta lë kamerën dhe do bëj shkputjen. Ja, siç e shikoni, kjo pjesa këtu është qendra e puthitjes të 2 pjesëve të freskuses. Unë tani sapo i shkputa këto pjesë dhe tani është gati. Ja, shikoni si shkputet. Është shumë kollaj. Kjo është gjithë pluhur, siç e shikoni edhe vetë. Këtë pjesën mund ta pastrojmë edhe me ujë të bollshëm. Tafletët e freskusës janë të bëra gjithë pluhur. Prandaj duket si e vështirë pastrimi i tyre, po në fakt nuk është shumë vështirë. Ja, këto janë me pluhur. Dhe unë tani do bëj pastrimin e saj. Si për një pecete, unë do të spërkasi me një azaks klorini, me ato që më ndodhe për pastrimin, dhe do filloj të pastroj flatrat e freskuses. Pecetën në fillim e kam të lagur me ujë dhe e kam të shtrydhur. Pastaj e bëra me këtë solucionin. Kjo freskusja në fakt nuk ka yndyrna, por vetëm pluhur. Do të thënë pluhurin e pastrimin mund ta bëjmë edhe thjesht vetëm me një pecetë të lagur dhe të shtrydhur. Po për dezinfektim, për të mikrobeve mund të përdorim solucionin një antiseptik ose këtë solucion që kisha unë, që është shumë e mirë. Pastrimi me një dorë për mua nuk është se bën kush e di çfarë mrekulliresh, prandaj unë vetëm po e demonstroj këtu se sa thjesht është mënyra e pastrimit të freskusës. Pastaj filloj pastrimin e saj me një pecetë tjetër. Këtë pecetën e kam të lagur vetëm me ujë dhe e kam të shtrydhur. Bëj dhe pastrimin e flatrave dhe të gjithë pjesës freskuses me këtë pecetën e pastër.
I bashkojmë dhe dy pjesët e freskuses. Dhe këtu mbaron pastrimi, mënyra e pastrimit të freskuses. Ju falenderoj për shikimin. Faleminderit.